Përshëndetje, mirë se vini në United Talk Podcast. Tema që kemi përzgjedhur për sot është sipërmarrja nga ideja te suksesi. Ne realizojmë podcastet që për mua është nga vendet më shik e quajtur dhe më të lezetshme në nish, butik, hotel, i cili është në pronësin të zotit Gledis Pahiu, të cilin kemi kënaqësinë që ta kemi këtu pra sot, një sipërmarrës i ri Gledi apo ke vite, ta themi në treg? Faktikisht mund të quhem i ri, nuk në këtë pjesën si përmarrës, edhe pse ideja ka lindur pak më herët, po flas një periudhë disa vjeçare, nuk po them shumë, por ka lindur si spunto e një Airbnb. Ky ishte një trend i kohës, flas pas pandemisë, që gjithë njerëzit donin të udhtonin dhe të eksploronin dhe Shqipëria ishte destinacion i ri që u publikua në media flas pas vitit 2020. Dhe e nisëm me një shtëpinë time, ku unë kam lindur dhe aty bëm një përshtatje duke ruajtur një shije tradicionale të Shqipërisë, po flas në dizajn, në dekor, sepse ishte edhe në çështje trendi. Pra po më thua që kjo e gjitha ideja jote nisi gjatë Aty ka lindur në periudhën e karantinës, post më saktë karantinës, ishte periudha që njerëzit kishin tetur të udhtonin, të lëviznin dhe për këtë arsye zgjodhën Shqipërinë sepse ishte një nga vendet që u promovuan më shumë në atë periudhë. Cila ishte arsyeja që zgjodhën të merresh me biznesin tuaj? Thash, lindi në mënyrë natyrale. Unë profesionin e kam arkitekt. Së bashku me bashkëshortet, me Gjenin, që e cila është dizajner, neve duke qenë se pam që kjo punë kishte një farë të ardhur, po flas për shtëpinë gjithmonë. Menduam që në periudhë kohë 2-3 vjeçare kërkonin për të zgjeruar, sepse shikonin njerëzit dhe pëlqenin stilin, e përqenin komunikimin edhe approach-in, flas gjithmonë për të huajt. Kryesisht, se turizmi bëhet kryesisht në të huaj, po flasim ata që vinë janë 90% të huaj. Turizmi hotelier, gjithmonë. Kështu që rastisin disa faktorë që u kombinuan, gjetëm një objekt këtu ku jemi, bëm një restaurim dhe përshtatëm me shijet e mëparshme pra të shtëpisë që kishim nisur. E pam që kjo gjë funksionon të mirë. Doja ta dija cilat janë disa nga vështirësitë që kemi hasur. Po, realisht ne nisëm me një buxhet të grumbulluar, po themi pak modest, dhe normalisht ky objekt kërkonte një investim më të madh. Për këtë arsye u drejtuam bankave, sepse të bësh sipërmarrje të tilla, ti duhet të kesh fonde rezervë, duhet të kesh fonde të cilat ti nuk i parashikon, pra një fond rezervë, dhe për këtë arsye ky ishte risku që morëm. Një risk në një vend si Shqipëria nuk është risk i lehtë, sepse ti nëse hapesh me këtë lloj drejtimi, siç janë marrjet e kredive etj. Është pak e vështirë që ti po s'pate një vizion të qartë, dhe po ndërtove një strukturë që funksionon, të arrish ta përballosh dhe ta mbyllësh dhe të kalosh në sukses sfidën e startupit biznesit, që është startup mund të quhet çdo biznes nga 1 deri në 3 vite. Kështu pakon është futur në këtë lloj orientimi. Kështu që menduam që vetmja zgjedhje për të arritur planin dhe qëllimin dhe momenti që ishte marrë një kredi. Kjo ishte, po themi, faza fillestare. Patjetër që në të gjithë këtë rrugtim ka dhe problematika. Nuk është e thjeshtë, sepse është një treg në cili ka konkurrencë. Hoteleria është bërë trend paktën 2-3 vitet e fundit dhe ka konkurrencë edhe po të shohësh shumë objekte domethënë në Tiranë, po kthehen hotele dhe po konvertohen nga banim në funksion hotelerie për arsye sepse ka dhe mungesë shtretish, kërkesa është pak më e madhe se sa oferta. Që për këtë arsye dhe zgjerimi i Airbnb-ve që një faktor, por që është një faktor që nuk është, si thua, faktori i duhur, që çdo apartament i shkëputur nuk ofron asgjë përveç fjetjes. Në momentin që ti e bën i rrit nivelin turizm i vendit, do të thotë që ti krijosh struktura mirëfille që kanë dhe shërbimet e atashuara me pjesën e akomodimit. Kështu që fokusi jon kryesor pas Airbnb-s ishte patjetër hoteleria dhe asnjëherë më poshtë se ajo. Ka pasur një moment që e ka ndryshuar rrjedhën e biznesit tuaj? Deri tani mund të them që ka sfida, sepse kuptova të thash, është një sipërmarrje e nisur me në mangësi. Disa pyetje? Po sfidat kanë të bëjnë me stafin. Mungesë? Problematika e stafit është kualifikimi i stafit. Domethënë ti kërkon të arrish një nivel shërbimi, pra po flasim për konkurrencën. Të kuptoj.
do të kërkon një nivel shërbimi i cili konkuron pjesën tjetër të gjithë bizneseve të ngjashme dhe për këtë arsye duhet një staf të konkurrues patjetër. Dhe ti sado ta trajnosh, nuk është e thjeshtë që ti të gjesh personin i cili të zëvendëson ty në punën që bën. Sepse në fund ditës administrimi nuk mund ta mbash gjithkohës on touch me çdo lloj aspekti dhe çdo lloj hallje të punës që ke, për arsye sepse nuk arrin dot të bësh menaxhimin. Kështu që ty të duhet patjetër një staf i trajnuar mjaftueshëm për të kuptuar ato idenë që ti ke për shërbimin dhe për eksperiencën që ti ke krijuar më përpara. Dhe nuk është e thjeshtë. Kështu që kjo është një nga vështirësitë që Se unë kam parë që ju të dy i rrini shumë si do në kokë, me kokë punës tuaj. Po, është kontribuar nga dy palët në formë të drejtë për ditë, saqë domethënë kemi harruar edhe kur mund bëjmë një pushim ose diçka. Po kjo është normali në një startup biznesi. Patjetër. Kjo është një gjë që është marrë parasysh, përderisa ti krijon një ekonomi vetë të vetjake, kjo është diçka që duhet marrë parasysh patjetër, aq më tepër kur ti je në debi. Si merret vendimet e vështira në biznes? Duhet merret në mënyrë të menjëhershme për mendimin tim. Në të menjëhershme? Po, sepse nëse ti je in touch me punën çdo ditë dhe ti se çfarë problematikash ka, nuk të pret koha që ti të marrësh vendime të vonuara, sepse problemi ndodh brenda ditës. Për shembull, po marr një rast, në komodim, ne shesim dhomat. Dhe çdo dhomë ka një problematik që mund lindi gjatë disa ditëve për arsye të konsumit të amortizimit dhe për këtë arsye zgjidhja duhet të jetë e menjëhershme, kjo duhet të jetë zgjidhja, por nuk është se ndodh. Nuk ndodh gjithmonë. Jo, nuk ndodh gjithmonë ashtu sepse them drejtën, po flasim gjithmonë për njerëz, për organik. Njerëzit i kemi edhe brenda, i kemi edhe jashtë. Ata që na duan po flas për rregullime ose për ajustime, nuk janë gjithmonë prezent, sepse thash rregull këtu nuk është aq i rregullt sa neve të kemi një strukturë të qartë se si do funksionojë çdo gjë, pra edhe pjesa e amortizimit dhe pjesa këtu, kështu që patjetër që ka të bëjë me kontaktin dhe me njerëzit, është diçka komplet një vendim i brendshëm, po themi, nuk është një gjë që ndodh pa organizim. Kështu që në një farë mënyrë kjo është një nga vështirësitë e tjera. Çfarë e dallon një sipërmarrës të suksesshëm? Po nuk mund ta fus veten 100% te kjo fushë, për arsye sepse jemi në rutinë, edhe është fillimi i rutinit. Besoj që një periudhë hoteleria ka një periudhë 7 deri 9 vjet. Flas nga të gjithë këto trajnimet që un kam kryer privatisht për të kuptuar më shumë, sepse në një farë mënyrë ti e nis diçka nga mbrapsht, se kush nuk e nis nga koka, se nuk është metodologji ose nuk është një shkollë që ti ke ndjekur për hoteleri turizëm. Është komplet profil tjetër, por ti në të njëjtën kohë do të integrosh, po themi, edhe elemente siç është arti, arkitektura, edhe gjërat që do t'i shesësh pra në shërbim të vendit tënd, nëpërmjet hotelerisë. Ky është një gjë që mund ta flasim më mbrapa, por them drejtën sipërmarrja, thash ka të bëjë me vendimin. Nëse ti ke një intuit në lidhje me punën dhe ke një problem imediat, ti duhet ta zgjidhësh menjëherë, problemi nuk duhet mendosh dy, edhe nëse ka një kohë ekstra, sepse biznesi nuk ka kohë. Domethënë, çdo gjë që ndodh do të ndodhi në momentin që ndodh gjëra, domethënë. Si e përballoni rrezikun dhe pasigurinë? Realisht është përballuar pak vështirë në fillim, sepse është diçka e re dhe e panjohur, por me kalimin e kohës, thjesht bëhesh imun ndaj këtyre normal, domethënë gjërave që ndodhin, e normale që të ndodhin, bëhesh imun edhe ti përpiqesh ta tejkalosh me qetësi edhe me analizë të brendshme që ti bën me veten, me ata që punon, po qoftë edhe me të gjithë aktorët që ti ke lidhje. Mësimi më i vlefshëm do të thotë që u ka dhënë të marrurit me sipërmarrje. Mësimi më i vlefshëm ka të bëjë me këtë që unë i orientoj të gjithë njerëzit cilët janë pakun pas 30-tave, përderisa janë ke kjo kërkosh, që Pas kemi kohë. po që të fokusohen tek sipërmarrja, për të kuptuar më shumë edhe vetes tyre. Do të thënë të gjithë ato pjesë karakteri që ti nuk i zbulon dot kur i punësuar diku ose kur merr një eksperiencë në një kompani të madhe ose të mesme që nëse ka, ti nuk i merr dot kurrë, qofse nuk ke një angazhim sa do të vogël. Qoftë një angazhim personal, një person fizik, një talent tënd që zhvillon në mënyrë private diku,
ose ku diun çfarë një sport që ti zhvillon në mënyrë private. Pra të gjitha këto sipërmarrjen të vogla deri tek bizneset e mëdha, eksperiencë kryesore kanë të njohin dhe personat që merren vetëm, më shumë se sa thjesht në krijimin një ekonomie më të mirë dhe hapja e vendeve të punës. Ju faktikisht ma përmend pak më parë për pjesën e stafit, por unë dua ta di sa e rëndësishme është krijimi i një ekipi të mirë. Është gjëja më e rëndësishme. Më shumë se sa thjesht edhe investime dhe edhe të gjitha detyrimet dhe të gjitha debit që ti mund të kesh, është stafi i mirë. A ke ti një ekip të mirë dhe dua ta di deri në çfarë faze keni arritur? Të them drejtën, realisht në tërësinë e vet ekipi është i mirë. Nuk është ekip i cili nuk plotson kushtet ose kërkesat për të arritur një nivel shërbimi, sepse tu kemi bëjë me shërbim ndaj njerëzve, ndaj tuajve, ndaj shqiptarëve, kushdo është akomodim në hoteleri dhe më tepër. Dhe nëpërmjet 2 ose 3 personave të cilët ne po i trajnojmë në vazhdimsi, ne na është lindur dhe mundësia për të zhvilluar, për të rritur kapacitetet, kështu që kjo gjë na ka sjellë në marrjen e një objekti tjetër, të ngjashëm, për të vazhduar për dhënë frymën e konceptit që kemi për nish. Pra, kemi një djalë që është menaxher, është shumë i aftë, është edhe merret edhe me pjesën e programimit, merret edhe me pjesën e kontakteve me mesazhe me agjencitë e huaja. Dhe kjo është një plus i madh për ne, sepse është një gjë që ti do të çdo ditë dhe ti në çdo moment nuk mund të ndjekësh çdo lloj procesi pune, të duhet të ketë një person. Këto të futen janë subjekt trajnimesh, patjetër, edhe pse stafi është i vogël ende, por qëllimi është që të krijohet një rrjet ose një zinxhir, një chain i këtij koncepti që kemi në lidhje me hotelin. Si janë kërkesat e turizmit në Shqipëri? Më tepër bashkëpunoni me të huajt apo me shqiptarët? Shiko, të ardhurat kryesisht janë të huaj, janë nga të huaj, po flasim në masë 85-90%. Dhe rajone, flasim për shqiptarët jashtë Shqipërisë, Kosova, Maqedonia, Malezi dhe vende tjera që po flasim këtu afër. Por ç'është e vërteta, të ardhur kryesor në 95% janë të huaj. Dhe neve realisht mënyra se si ne e zhvillojmë shërbimin ka të bëjë shumë me komunikimin dhe me eksperiencën që ata kanë në vende të ndryshme. Duke qenë se Shqipëria është vend i ri në turizëm të tillë masiv që nuk është parë përpara, dhe kjo ka të bëjë thash me një trend global, nuk është thjesht një trend i fokusuar tek politika shqiptare. Nuk ka të bëjë fare me këtë. Sepse nuk është se këtu janë krijuar kushtet dhe ka lehtësira. Unë momenti që hap një NIP, unë direkt taksohem. Okej? Nuk kam asnjë startup tip që mund të më shërbej mua për të ndërtuar një strukturë me qëllim dhe promovim në turizmin, edhe pse unë e kërkoj këtë gjë. Pra, nuk po them që nuk janë bërë përpjekje, ka përpjekje, por duke qenë se jemi ekonomi mesatarisht e dobët në lidhje me investimet në turizëm, përveç disa investitorëve privat, cilët kuptohet kanë kontributin e tyre në zhvillimin e strukturave turistike dhe realisht edhe brendeve të mira. Kryesisht vetë nga strukturat shtetërore nuk ka një ndihmë ose një suport për sa i përket çfarë kanë duhet bëjnë ata. Po themi, unë në disa vende të Evropës kam informacion që për një 6 muaj ose një vit ti je përjashtuar nga rendi taksave. Po, për startupe. Kjo është realitet. Unë nuk duhet të flas për afate dhe për vende, por kam informacion sepse neve kemi kontakt me hotelin dhe kjo është një gjë që ndodh realisht për bizneset e reja. Kur ti ke një kontribut, sepse ne në një farë mënyrë ti zhvillon dhe zonën. Ky objekt kur ne kemi marrë ka qenë pasi funksion, ka qenë i abandonuar. I braktisur dhe është investuar nga zero. Dhe kur është investuar nga zero, ne kemi marrë dhe infrastrukturën. Aty ka qenë një rrugë e cila nuk ka qenë funksionale, ka qenë me gropa, ka qenë rrugë sepse personalisht kemi bërë investim në rrugës dhe kanalizimeve. Kështu që kjo ka qenë fryma që ne kemi ardhur. Pra, fryma jonë është edhe të zhvillojmë dhe komunitetin. Me aq mundësi sa janë, të zhvillojmë dhe komunitetin. Dhe pas ardhjes sonë këtu në këtë zonë, në këtë lagje, e cila nuk është një lagje jo qendrore, është afër qendrës, 20 km, edhe bizneset që janë gjitur kanë marrë një zhvillim të caktuar.
janë dy biznese, është një kafe dhe një hotel tjetër dhe neve realisht na pëlqen që çdo njeri të marrë mundësinë dhe të bëjë të zhvillojë sipërmarrjen. Por të them drejtën, unë shoh që mundësitë janë, pra do të thënë edhe pse janë problematikat, mundësitë janë. Ka veçanëse kërkesa është tepër e lartë, janë rreth 100 mangull në Shqipëri që akoma pritet që të zhvillohen dhe kjo zhvillohet përmes strukturave të reja. Të mendosh që janë 100 mangull, të gjithë kanë një mundësi që të merren me hotelëri. Çfarë mundësish shihni për sipërmarrësit në vitet e ardhshme? Se ishin deri tani po. U bë interesante, Shiko, investimet kryesore, unë mendoj që investimet në tërësi duhet bazohen tek shërbimet në Shqipëri. Ne nuk kemi industri të rëndë. Ne kemi industri të lehtë ushqimore akoma, domethënë transporti tekstilat këto dhe kryesisht turizmi. Marrim shembullin e Greqisë. Domethënë Greqia 78% ardhurave nga turizmi. Neve të paktën 50 deri në 60% ardhurave do ishte mirë ta kishim nga turizmi sepse vendi jonë është që në çdo vend kudo që të shkosh ti ke mundësi të kesh një eksperiencë nga atraksion natyrore që janë. Nga turizmi malor, kemi të gjitha. Tirana shikon që ka jetë natë, më thonë ka të rinj që mund të integrohen, mund të kalojnë mirë. Çmimet janë akoma në rendin e pranueshëm, po flas gjithmonë Po, e kemi vënë edhe në reagimet e influencerëve të ndryshme globale. Ushqimi, restorantet janë Bëjnë krahasimin shpesh. Restorantet janë me shefa shumë me eksperiencë, cilët kanë bërë trajnime të tyre, kanë emigruar, por dhe tuaj që vinë dhe punojnë dhe japin eksperiencën e tyre dhe janë për të marrë shembull, realisht kanë flas nga fjalët e tuaja. Pra mundësit ne i kemi. Po dhe unë them që sipërmarrësit duhet bazohen tek, nuk dua të jap shembullin patjetër, por tek hoteleria kryesisht, tek restorant, tek barit, tek po flas shërbimet masive. Gleti po thua që ja vlen të merresh me Patjetër që ja vlen. turizëm. Edhe ja jepet të rinjve si një mesazh, të rinjve që përfundojnë, pse të largohen jashtë vendit. Qoftë edhe organizimi i tripeve të ndryshme. Organizimi i tripeve të ndryshme. Domethënë ka të bëjë edhe me turizmin malor, dhe turizmin kryetar, të integruar me hotelet. Po, unë njoh dhe të rinj që vërtet ka krijuar diçka të tyre, për shembull ka dhe të rinj që kanë marrë një makinë dhe i marrin, i çojnë turistët diku në majtë të majtë, kupton, vendi që janë akoma të pa të prekur e pa njohura. Organizon në mënyrë të strukturuar me shërbime pa rrisje. Domethënë e bën pjesë të hotelit, shërbimin këtë lloj itinerari. Atëherë patjetër që është edhe domethënë ka një lloj zhvillimi në mënyrën se si bëhet shërbimi. Tani ne duam një këshill nga ty. Çfarë këshille do t'i jepnit dikujt që dëshiron të nisë biznesin e vet? Dua unë një këshill. Nuk është e thjeshtë. Realisht është edhe moment, edhe bashkim i momenteve të caktuar që ka njeriu në jetë, por edhe ka të bëjë me njeriu sa është gati ta bëjë këtë gjë vetë. Sado që ti thuash dikujt që të merret, do të kalojë në disa hapa, të cilët ke shkelur dhe Edhe anë ekonomike. Edhe sa anë ekonomike mund mos tjetë, nuk do të thotë fare anë ekonomike, ka të bëjë me kontaktet. Nëse një biznes do të zhvillohet, ka të bëjë shumë më shumë me kontakte se sa me një buxhet që ti mund ta kesh. Ti mund të kesh buxhet shumë të lartë dhe nuk ke aftësi të merresh me biznes. Dhe ndonjëherë nuk ka të bëjë fare sasi e lekëve që mund të kesh në shtëpi ose kur ti nuk ke një vizion të qartë se çfarë do të bësh. Në momentin që ti ke vizion të qartë, ndoshta si ke dhe mundësitë dhe nëpërmjet kontakteve, dëshirës, një plan biznesi, një plan investimi, unë i them fokusohen edhe tek gjërat e shkruara. Po flas gjë. Për shembull, janë dy koncepte që është kthimi i investimit, është edhe plani i biznesit, dhe plani i investimit. Këto janë sa gjëra nëse ti përpunon mirë dhe kudo që ti çosh këto dokumenta, një investitor që ka një vizion mund të të ofrojë dhe mund të bashkëpunojë me ty. Do të kesh një start shumë i mirë, nuk do të thotë që patjetër ti kesh mundësinë e dikujt që ka 30 vjet eksperiencë, po themi. E kuptoj. Se në të vërtetë kemi dëgjuar dhe kemi parë që ka të rinj që kanë provuar dhe kanë, ta themi që kanë dështuar, kupton, prandaj. Sepse nisën nga thjesht nga dëshira, por pa një vizion afatgjatë dhe të qëndrueshëm. Të qëndrueshëm. Dhe duhet të ketë edhe një raport, nëse ti ke të ardhurat 10, nuk mund të shpenzosh që në fillim të 10-ta. Sepse ti do të mendosh që janë disa faktorë që duhet i kesh parasysh për problematikat që mund të lindin. Po flasim që nga amortizimi. Prandaj them që duhet edhe të studiohet pjesa e tregut dhe duhet të analizohet
një farë risku, po në një farë mënyre nuk është se ti i more këto përsipër dhe ngele, duhet të veprosh. Pra, është dhe çështje guximi, to duhet dalë. Çfarë marketingu dëshiron një sipërmarrës? Marketingu, apo sa do të shpenzoj tek marketimi. Sepse ti mund të bësh marketing fare personalisht, po ti ke disa portale, për shembull, është Booking, në hoteleri flas është Booking.com. Ai është marketimi më i mirë, sepse nuk ka asnjë strukturë tjetër më të mirë sot për sot se sa Booking, dhe nuk dua ta lavdëroj Booking, sepse Booking ka problemet e veta si program, por flasim për ne bizneset. Po marketimi më i mirë për një biznes të ri 2-3 vitet e para është Booking, sepse është një portal cilën ti ke është si thua aksioner. Pra, ti shpenzon 20 ose 13% të fjetjes, pra të ardhurave që ke nga Booking, me Booking. Pra, ti i ndan të ardhura me Booking, por ndërkohë Booking cil njerëz. Kupton? Dhe marketimi më i mirë që mund të bësh biznesin, këtë rast flas për biznesin në fjalë, për hotelerin, është të merresh me klientët. Domethënë, ai reflekton një eksperiencë, një review të caktuar, dhe në momentin që ti kujdesesh që këto review ose këto eksperiencë që të vinë nga guest, nga klienti, të jenë në lartësinë e duhur, nëpërmjet atyre pikëve që shënohen aty, ti e ke bërë marketimin e biznesit tënd. Pastaj, më vonë ti mund të hapësh një webpage, mund të lidhesh me disa agjenci turistike, mund ta promovosh në Google Ads, mund ta promovosh në Trivago, në TripAdvisor, është një portal tjetër siç është Expedia për këto që vinë nga Amerika, nga SBA-ja, të turistët që janë amerikanë, përgjithsisht përdorin Expedia, edhe TripAdvisor. Kryesisht pastaj Europa përdor Booking, patjetër edhe linja mesme, po themi, kurse Azia dhe Rusia përdor Agoda, është një portal tjetër, i cili shërben për të marrë turistë prej asaj zone, sepse nuk kanë akses ndaj Booking. Kështu që në një farë mënyrë janë disa faqe ndërkombëtare dhe marketimi më i mirë është nëpërmjet këtyre faqeve ndërkombëtare, nuk kanë të bëjnë me diçka ekstra, sepse nuk është diçka specifike që ti promovon diçka specifike. Një vlerë tënde ose diçka që duhet patjetër të dalësh ta promovosh, të luftosh më shumë, kjo është një biznes, prandaj them që është një nga bizneset e suksesshme, sepse është një biznes shumë i vjetër në botë, është një nga 3-4 bizneset më të vjetra të hoteleria. Se gjithmonë njerëzit kanë lëvizur, kanë patur, kanë udhëtuar, qoftë për punë, qoftë edhe për dëshira turistike, kështu që në një farë mënyre mjafton që ti të lidhesh me kanalet e duhura dhe ti e ke bërë marketimin, dhe pastaj thjesht shërbimi që ti ofron ka të bëjë me përqyeshmëri. Gledi, shumë faleminderit që ishe pjesë e podcastit dhe të urojmë shumë suksese në inaugurimin e hotelit të ri. Në si e gjitha ime, është adresa pranë Pazarit të Ri. Është një vilë pak më e vogël se sa hoteli që ne jemi, ka të njëjtin koncept, që ka të bëjë me home sweet home, është pak a shumë koncepti i shtëpisë dhe ofrimit të akomodimit. Në një zonë pak më të ngrohtë dhe më të vogël. Të urojmë shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kënaqësi e ime.